unë e kum pas sepse ai e kish në momentin që ka shpërthy granata, e ka rrok një pjesë edhe direkt në zemër. Kishte në gjakderet mbrëmshme. E kishin fillu, domethënë mi u sari thojt, kishin fillu domethënë edhe buzë mi u tha, edhe unë çata e kisha mundësi. E kum marrë në pranë dhe i kum thonë, o Trima, inshallah edhe ne kemi fatin se ky Luan me vdek për këtë advatan, me vdek për këtë advej. Edhe ai në ato momente as ka lënë mesazh as porosia, ai ndrën jetë. Edhe ne për çato granata, ne për çato pluma, unë e kam tërhiq bashkë me shokët e mi, edhe kam vorros atë natë, dhe të gjithë ushtarët për mi varrin e tina, kemi ngrit durët dhe kemi thënë hakmarrje. Kështu që jemi hakmarrë shumë shpejt pastaj. Regjia, një foto tjetër? Atë noni është ai i dytë aty. Bajram Kila. Edhe këtu shifën, domethënë, janë më shumë faktografi se që janë fotografi, domethënë këtu janë foto që tregojnë një fakt se sa kemi qenë. Komandanti i brigadës Enver Ruçi është mes ato, dëshmori Ferki Ali është poshtë ato dhe të gjithë tjerë të ushtarët e njësisë speciale. Një foto tjetër? Këto është në Bukar, domethënë betejën e Bukoshit që lidhet me vushtri. Kjo është prapë gjatë trajnimeve që kemi bë në bjeshkët e fshatit Oshlan. E këtu du më nalë një sekundë. Kjo është fotografia e parë që kemi zhvillu pas trajnimeve që kemi pas në qerret të Shqipërisë. Kush nga Shqipëria këtu? Domethënë, trajnimet që ka zhvillu që kanë fillim. Domethënë kemi zhvillu shumicën në Shqipëri, pastaj jemi armatos në Shqipëri dhe kemi hyrë në Kosovë. Kështu që faleminderit shumë Shqipërisë, sikur mos ishte Shqipëria zgjidhje se do të organizonim një luftë.